Gjatë fushatës elektorale në zgjedhjet parlamentare, u pikas një vajzë e re, e cila nga çdo cep i Roskovecit bërtiste: "O Gazo, ku je? O Gazo, më rënd pika mua." Me këto skena idiote, mori vëmendjen 27 vjeçaria nga Roskoveci, Zegjine Çaushi. Por Zegjinea nuk mund të ecte përpara pa një suport dhe atë favorizoi fakti që ishte e preferuara e Belinda Ballukut. Edhe pse me vota ajo nuk e fitoi vendin në parlament, ishte vendosur që ajo duhej të ndodhej atje. Dhe skema e mirëmenduar në tryez u vu në praktik. Pas dorëheqjes së kandidatës që doli më me shumë vota në qarkun e Fierit, një zonjë intelektuale, Zegjinea ja doli t'i zëra asaj vendin e të futet në parlamentin shqiptar. Por Zegjinea mbahet mend për gafat në shifra apo për faktin që shkon në zona të përmbytura me atlete të bardha për të pozuar e për të bindur popullin se është bërë një me hallet dhe problemet e tyre. Por a e dini sa paguaj Zegjinea që i iku zëri duke thërritur O Gazo? Rrogën që ajo merr nga parlamenti shqiptar nuk e kanë zili vetëm moshatarët e saj, por edhe intelektualët në këtë vend. Zegjinea paguhet 5.000 euro në muaj, duke përfshirë strehimin, karburantin, telefonin e të tjera, sepse ajo tashmë duhet të jetojë në kryeqytet. 27 vjeçaria ka edhe një status të veçantë si deputete, pasi edhe nëse nuk zgjidhet në të ardhmen si deputete, ajo do të vazhdojë të paguhet, por jo me rrogë të plot, por me një pjesë të rrogës. Dhe kur të dalë në pension, do të gëzojë një pension të posaçëm. Në media ka qarkulluar lajmi se para se të bëjë deputete, Zegjinea ka qenë roje në një firmë security, por 27 vjeçaria ka reaguar duke e mohuar këtë lajm.